Paqja qoftë mbi ju. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë që kushdo që i bën dëm një jo muslimani, që e tradhton atë, që i merr gjëra pa lejen e tij, që e ngarkon me gjëra që ai nuk mundet të mbajë dot, kushdo që trajton keq një jo musliman, profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë që unë do të jem kundërshtari i tij, i atij personi që bën këtë gjeste ndaj një jo muslimani, do të jem kundërshtari i tij në ditën e gjykimit. Çfarë do të thotë kjo? Përpara se të hyj në temën për cilën unë dua të flas, kjo ka të bëjë në lidhje me komentet që shoh nga shumë prej besimtarëve musliman. Dhe shpesh herë kur janë në situata zënkash virtuale, shpesh herë përdoret një fjalor shumë i ndyrë, dhe fjalori i ndyrë nuk është shembull i një muslimani. Sado i zemruar të jetë, shumë mirë mund të tregoj mënyrën e tij ashtu siç na e ka dhënë shembullin profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, duke mos arritur në atë nivel që sheh tek tjetri. Shoh shumë komente që madje edhe sot që detyrohem normalisht t'i fshi sepse janë komente shumë të shpifura. Besoj se shumë njerëz që përdorin fjalorin e ndyrë, unë mendoj se nuk kanë llafologji tjetër, nuk kanë fjalë të tjera të bukura shqiptare për të përdorur, dhe sigurisht i bien shkurt me fjalor të ndyrë, qofshin këta jo besimtar, po dhe besimtar. Në këto momente unë e kam me besimtarët që në mënyrë sipër, në interese sipër për të mbrojtur fen e tjerë, arrin në të njëjtin nivel edhe me atë jo besimtarin, duke i treguar të kundërtën e asaj që neve na tregon Islami. Kështu që përveç saj ka dhe histori të tjera, për shembull në historinë e lidhjeve kam dëgjuar shumë që ka besimtar musliman të cilët shkojnë edhe lidhen me jo besimtare, në kuptimin lidhje haram, jo që martohen, dhe mendojnë kjo është një gjë sigurisht e karakterit keq njerëzor, dhe mendojnë që duke përfituar nga ajo që nuk është halal apo ku diun, mendojnë se pse ajo mund të jetë jo besimtare, kanë të drejtë të përfitojnë, ta zëmë, të krijojnë lidhje jashtëmartësore me të dhe më pas ta lënë edhe ta hedhin tutje. Kjo është një haram i madh. Përveç saj ka edhe shumë të gjëra të tjera që si që përmenda komentin, por edhe mënyrën se si një musliman mund të trajtoj një jo musliman. Unë kam hasur vetë që ka musliman të cilët paragjykojnë ato që janë musliman. Ka për shembull nga edhe thjesht ana vizuale, ana e gjuhës trupore, që një musliman mund ta shohim me një negativitet, thjesht shikimi apo mënyra se si mund ta anashkaloj personin që është jo besimtar apo ta shohim me gjykim. Kjo është një gjë që ai apo ajo është duke trajtuar keq tjetrin. Kështu që duhet kemi parasysh se cili është thelbi i Islamit në lidhje me sjelljen e njerëzve. Dhe profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, e ka thënë këtë gjë për një arsye. Nëse dikush ka një besim tjetër dhe është mes tij dhe Allahut, nëse ai person nuk është musliman apo jo, do ta gjykojë Allahu, dhe askush nuk ka të drejtë të gjykojë dikë tjetër, për shembull një musliman të gjykojë një jo musliman apo një jo besimtar. Askush nuk ka të drejtë ta trajtoj keq atë person. Kushdo që ka musliman rreth e qark është i mbrojtur. Do të thënë, nëse je në mbrojtjen e një muslimani, asnjë gjë e keqe nuk duhet të ndodhë. Fatkeqësisht sigurisht ka, siç e thash, karaktere të ndryshme njerëzish, në këtë botë ka dhe të mirë dhe të këqinj, por ideja është që një njeri që ka bindje të tjera, nuk është në interesin ton që ne t'imponojmë bindjen ton apo ta shohim keq sepse ai nuk është musliman. Siç e thash, çdo kush do të gjykohet nga Allahu, qofshin edhe muslimanët vetë që do të gjykohen nga Allahu.
Pra Islami na mëson në një mënyrë direkte që është totalisht e ndaluar të trajtojmë keq dikë që nuk ka besimin tonë, dikë që nuk është musliman. Një grua në kohën e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, abuzohej emocionalisht nga i shoqi. Dhe për këtë arsye, ajo nuk mbeti e heshtur, ajo shkoi tek profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe i kërkoi ndihmë. Burri i saj përdori një metodë përpara islamike, që quhej zihar, një metodë shumizore, që sigurisht pas Islamit kjo nuk u lejua më. Ai tha asaj pikërisht këto fjalë: "Ti je për mua si shpina e nënës time." Këto janë disa fjalë tepër jo të mira, tepër mizore dhe që do të thotë që nëse i përkthejmë, do të thotë që ti nuk je më gruaja ime, por sigurisht ti nuk mund të rimartohesh sërish. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, nuk kishte një përgjigje në ato momente për diçka të tillë, sepse nuk ishte ardhur akoma nga Allahu kjo, si thuhet, revelation, apo nuk ishte ardhur ajeti në lidhje me këtë, dhe akoma, domethënë, deri në atë momente. Pastaj pas atij momenti, sigurisht Allahu zbriti këtë ajet. Sigurisht që njerëzit rreth e qark u bezdisën nga pyetjet e një gruaje të tillë, siç thuhej, por sigurisht Allahu dëgjonte dhe e shikonte dhe nuk u bezdis nga kjo gjë. Allahu për shembull mund të thoshte që kjo që ajo po bënte është gabim, ashtu siç disa në ato momente disa meshkuj bënin ato lloj fytyra që po bëhet shumë dramatike, mos ja vini veshin, është femër, është kështu, është ashtu. Por jo, Allahu e dëgjoi. Dhe Allahu nuk i tha për shkakun t'i thoshte ti je mos mirënjohse, ashtu si shumë nga ata meshkuj aty që ndodheshin aty flisnin dhe bënin thashë thushe me njëri tjetrin. Dhe nisi me unë të dëgjova ty. E keni parasysh në atë momente kur ne jemi duke qarë përballë Allahut dhe shejtani na jep ato mendime në kokë duke na thënë për çfarë qanë, këto janë gjëra të kota përballë Allahut. Por që në fakt nuk është e vërtetë. Pikërisht të qarën e asaj gruaje, Allahu e rikrijoi dhe një herë në Kur'an, e vendosi në Kur'an duke thënë unë të dëgjoj ty. Kështu që çdo kush që gjatë kohës ta zënë të namazit qanë përballë Allahut, Allahu thot unë të dëgjoj ty, dhe nëse dikush abuzohet nga dikush tjetër, Allahu thot unë të shoh ty. Një grua qau për padrejtësi dhe Allahu, Zoti i botëve, ja ktheu përgjigjen. Që nga lartë, që nga 7 qejt, ai tha pikërisht këto fjalë: unë e shoh, unë e dëgjoj dhe dhimbja e saj ka rëndësi. Dhe që nga ai moment, kjo pjesa e ziharit u ndalua rreptësisht nga Allahu, dhe që nga ai moment një femër kishte të drejtë të tregonte problemin e saj dhe të mos i anashkaloheshin ndjesit e padrejtësisë. Ajo nuk ishte një figurë publike, ajo ishte thjesht një grua me zemrën e thyrë. Dhe profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, i tha më vonë Aishës, paqja qoftë mbi të, e di se kë dëgjoi Allahu që nga 7 qejt lart, dëgjoi Khawla bint Thalaba. Më falni nëse shqiptoj gabim, por emri i saj ishte Khawla. Kështu që nëse ti je në vendin e Khawlës, po i drejtohem femrës në këtë rast, kushdo që në këto moment është duke më ndjekur, nëse ti ke zemrën e thyer, nëse ti flet dhe askush nuk të dëgjon, nëse të marrin për të mirëqen, nëse ti ke probleme dhe nuk të respektojnë, të anashkalojnë, të shtypin, të bëjnë të çmendur, të thonë jo se ja fut kot, apo je shumë dramatike. Mbaj mend
Havlen, mbaj mend të person dhe lexo surën Al-Mujadila. Aty ajo sure fillon me një të qarë, përfundon me drejtësi dhe pikërisht në ato momente që ti ke më shumë nevojë do të gjesh veten aty brenda. Kështu që nëse ndihesh emocionalisht e padukshme, kërko këtë sure dhe do të shohësh që Allahu thot unë shoh, unë dëgjoj dhe unë jam këtu me ty. Fatkeqësisht ka shumë njerëz që përdorin Islamin, sidomos në martesa, nëse ka bashkëshortë që janë narcisist, në kuptimin që thjesht martohen për të patur një grua aty dhe asnjë gjë tjetër dhe grua për të është vetëm momenti i intimitetit, momenti i riprodhimit të fëmijëve dhe momenti i shërbimit apo i shtëpisë apo i gatimit etj dhe ajo nuk shihet asnjëherë tjetër në gjithë pjesën tjetër më të madhe, atëherë dhe në momente mund të ketë nga ata që vërtet i thuhet që unë tani jam bërë si motër e vlla, dhe shpesh e kam dëgjuar këtë që ndonjëherë e thon si me shaka, ndonjëherë e thon si gjë shumë të bukur, ti thuash gruas që unë të kam si motër apo burrit unë të kam si vlla, apo ku diun të bëhen motër e vlla, në kuptimin kalojnë vitet. Kjo është një gjë shumë e gabuar, sepse martesa duhet jetë e paqët dhe mëshirshme, dhe nëse dikush ta bën jetën e tmerrshme, nëse dikush ta bën jetën në formën më të hidhur, atëherë durimi i femrës nuk është apo sakrifica nuk është ndonjë gjë e madhe kur ajo lëndohet dhe bie ndesh me parimet e Islamit. Do thënë nëse një femër duron mbi dhunën, duron një bashkëshort të keq apo edhe e kundërta, një bashkëshort e njëjta gjë, nuk do thotë që martesa duhet vazhdojë për shumë arsye të tjera, kur në fakt ajo martesë nuk është martesë. Kemi shumë martesa sot që fatkeqësisht vitet kalojnë dhe ata nuk janë më as burri, as gruaja, nuk janë më si të martuar, por përfundojnë si puna e haulës që ndoshta mund të mos e thonë me zë që ti je tani si nëna ime apo si motër apo si vëlla etj, por e bëjnë me vepra këtë gjë. Dhe femra nuk e ka për detyrë ta toleroj fare dhe as të gjykohet nëse ajo kërkon jetën që meriton.